si kemi njësër sot, Kati? 0909 ora. Mirë më njësi. Duhet jetë shans një gjë e bukur. Po pra. Mirë më njësi e dashur. Përshëndetje të dashur Anvisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe juftoj këtu tek Ndijoni Gatimit për të treguar recetat që ne do të përcjellim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë. Siç e shikoni, kemi tryezën tonë, kemi mish, do të bëjmë një byrek me qumësht, do të bëjmë një pilaf, kemi bërë dhe herë tjetër, që është e vërteta. Unë mendoja ta bëja vetëm me oriz faktikisht, por mendova duke ditur që quinoa ka shumë vlera të mëdha ushqimore, edhe me thënë të drejtën hyn dhe kjo te pjesa e këtyre, domethënë dritrave dhe gjërave kështu, mund të kombinoj shumë mirë edhe me orizin. Dhe është një ushqim shumë i mirë për diabetikët. Ta bëjmë pak më të lehtë sepse diabetikët e kanë problem punën e orizit, por duke shtuar edhe këtë brenda, sigurisht që mund të konsumojnë edhe, do thuash, e dim që ata konsumojnë në racione të vogla. Por nëse Anila ti do ta lexosh këtë, lexoju me qejf dhe mat. Këtu në fund. Do dëgjojnë dhe do shikojnë se sa vlera të mëdha ushqimore që përmban. Quinoa është një lloj drithere. Që kenë një ide Anisa. Farates, të cilës përmbajnë 14 deri në 18 gram proteina për 100 gram, duke dhuruar të gjithë aminoacidet esenciale të nevojshme për trupin e njeriut. Një lëndë ushqyese pa gluten, kokrates të cilës janë të pastura me fibra dietike, yndyrna të ngopura dhe burim i besueshëm energjie. Ky paketimi që unë baj në duar, si që shihni është në logon e të utës, ashtu sikurse dhe shumë produkte të tjera që ne përdorim në studion ton tek sa gatuajmë dhe shoh që Kati ka në duar pikërisht vajin e farave të ledjellit në emrin Gold që vjen pikërisht nga familja jone madhe të uta. Kështu që ja u dham dhe një informacion që Kati e kishte me merak për quinoan që do ta përzijim sot me orizin sërish nga kompania të uta dhe do të bëjmë një do të bëjmë një pilaf, që këtë pilafin pastaj në fund do ta shoqërojmë dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse pilaf kemi bërë, pilaf me quinoa faktikisht nuk e kishnova atje, sot më erdhi si ide dhe mendova që ta bëj kështu, përveç se mund ta bëjmë edhe kështu shqeto themi neve. Ashtu patjetër. Por një kombinim i mirë me orizin bëhet një pilaf shumë i mirë dhe duke shoqëruar me këtë lëngur me një salsë që unë do të përgatis nga pjekja e mishit, do t'rregojmë më mbrapa mbasi do të pjekim mishin, do t'rregojmë se si do të bëjmë një salsë që është shumë e mirë për shoqëruar këtë pilaf. Okej. Unë faktikisht e mendova që ta bëja me nenergjik, dhiozë, mëndërës dhe këto. Faktikisht s'ka ardhur koha, do me thënë, sepse duhet, unë kam të thatë, por do të më pëlqej më mirë që ta bëjmë me nenergjik që është i freskët. Duke vendosur në këto, do të kemi kohë më mbrapa të regojmë edhe mënyrën se si bëhet me nenergjik, me qënë se nuk gjeta, do ta bëjmë me rozmarin dhe me hudra, sepse edhe këto janë një kombinim shumë i mirë i pjekjes së mishit të qëngjit. Dhe përse bëhet kjo? Sepse të dielën, miqtë tanë kanë festën e Bajramit. Do me thënë, është dreka e tyre dhe ja kushtojmë këtë tryezë miqve tanë. Shumë mirë. Po japim ide dhe alternativa që ju mund t'i zgjidhni për t'i përgatitur në drekën e Bajramit që kemi ditën e diel, një festë e rëndësishme që mbyll edhe një muaj të gjatë agjërimi. Kështu që unë mendoj më një herë Kati të fillojmë të shpjegojmë, sepse ora fluturon. Fluturon dhe unë fillova me një herë të tregoj, do me thënë se çfarë do të bëjmë. Do të vendosim, do ta ndaj këtë, do ta lë kështu e lava dhe do ta lë me gjithë këto pjesët, siç është një kokë hudhër e plot. Këtu kam vënë një shtresë me rozmarin, do ta bëjmë me krip. Kam hedhur dhe pak vaj në fund fare, sepse këto salsat që do të më dalin, unë do të bëj, do të thënë, salsën lëngje që do më dalin, do të përgatisim salsën, t'i hedhim dhe pak këtu. Në brëndësi, pra marinojmë mirë me krip. Dhe do të vendosim mbi pjesën, para se të vendos, këtu do të vendos dhe pak në energjik. Duhet që të më bëhet mishi me në energjik, do me thënë këtu, sepse do nxjerri aromën dhe shihen dhe kështu që është mjaftueshëm. Pra të mbetet tek lëngu aroma dhe të mos tahet nga pjekja. Do afrojmë pak gjalpin, t'i vendosim dhe gjalp edhe në furrë, direkt. A ka nevojë të mbulohet me... Fillimisht jo, nuk do të ambulojmë, kjo varet edhe nga mallësia e mishit, do me thënë nëse është qingj i vogël ose edhe më i madh, do me thënë këtë. Varet nga copuza e mishit, po. Fillimisht do ta vendosim në një temperaturë 200 gradë, jo 200, më falni, 230, 200, do me thënë në temperaturë të lartë. Pse bëhet kjo? Sepse mishi do që në fillim temperaturë të lartë që të krijojë atë, si them, koren sipërfaqësore, si them gjithmonë.
që mos të thahet, mos të lëngëzohet. Dhe më mbrapa, pasi do ta lëm kështu për një 30 minuta, do ulim temperaturën dhe t'i vendosim një letër kuzhine dhe thash edhe një herë që mundet kjo varet edhe nga madhësia e mishit. Nëse është qingji vogël apo mish qingji, domethënë më i madh. Edhe gjalpi është ajo që do ta pjeki dhe do nxjerrë shijen e mirë. Dhe me këtë gjalp ne do të bëjmë edhe salsën që thamë. E vendosim në furrë. E vendosim në furrë dhe shkurtimisht në këtë 1 minutë shkohë që kemi, prezantojmë edhe se çfarë do të përgatisim tjetër sot, sepse nuk do kemi mundësi të gatuajmë. Pra, mish qengji i pjekur me nenegjik e pilaf me salcë mishi, na duhet 1 kilogram mish qengji, 1 tufë nenegjik, 50 gram gjalp, krip, piper, për salcën e mishit, 1 gotë verë, 1 lugë miell, 1 lugë gjalp, lëng nga pjekja e mishit. Tjetër gjë sot do të përgatisim sërish për tryezën e së dielës, byrek me peta të pjekura vezë dhe qumësh, 1 pako peta, 1.5 litër qumësh, 5 kokra vezë, 100 gram gjalp, krip, piper, arr moskat. Byreku është sërish një gatim tradicional shumë shpesh pjesë e festave dhe egzimeve tona familjare, ndërkohë Kati ka kryer një pjesë të punës që do doja të na e tregoje shkurtimisht para se të ndajemi. 1 kilogram miell, unë kam hapur peta të cilat siç e shikoni i kam pjekur në furrë, domethënë në sobë, dhe kisha lënë aty që të qëndronin akoma të thata në temperaturë të sobës. I kam pjekur te tava, prandaj dhe kanë dhe këtë formë, nuk ja kanë formën e rumbullakët. I kam pjek te kjo tavë dhe ndërkohë që kam mbajtur edhe për 2 petë. Një petë e kam hapur këtu, siç e shikoni te tava, dhe një petë e kam këtu, të cilën do ta mbulojmë në fund byrekun. Gjithashtu do të kemi qumësh, do të kemi edhe vezë. Tani sasia e qumëshit është 1 litër me 1 litër e gjysmë, varet domethënë se sa petë do të kemi për të përgatitur këtë byrek dhe sa e madhe do të jetë tava. Domethënë duam që qumshit të jetë në masë të petëve. Ngopi mos të jetë, domethënë që të dalin të thata, të dalin të buta petët. Sipas dëshirës mund të shtojnë edhe 1 lugë baking powder për të dhënë volum edhe për t'i bërë edhe më të shkrifta. Unë tek brumi kam hedhur edhe 1 lugë uthull. Vaj uthull edhe ujë. Okej, shumë mirë. Atëherë, kështu është zën brumi. I bie që këtë ne do ta përgatisim sapo të kthehemi. Ju mos u largoni sepse do të vi më një herë tek ju. Kemi ende për treguar për mishin, pra pjesën e salcës dhe lëngjeve që do të kullojnë në të dhe përgatitjen e një byreku me qumësh fantastik. Kështu që Kati i presim kur të kthehemi? Patjetër që do t'i presim ambisat dhe do të tregojmë hapa sapi si do të bëjmë. Okej, mos u largoni, do vim prap. Dhe erdhëm për sëri tek ju, ndërkohë që Kati ishte duke bërë mbledhjen e këtë e kam këtu, këtë e kam këtu, çfarë po bëje? Kam vendosur fillimisht 1 filxhan e gjysmë oriz dhe është gati tani që të shtojmë quinoa, të cilën më përpara këtë lash sepse ishte një produkt i ri që mendova ta bëja me oriz, kështu që tani këtë do hedhim gjysmë filxhan për masën që unë kam. Kjo tani është shumë e rëndësishme që të lahet. Edhe këtu. Do t'ja shtojmë. Pra, orizin e hedhim të parin. E lëm të marrë një skuqe të lehtë dhe më pas do të shtojmë quinoan, pasi Katerina ta ketë shplar dhe ta bëj gati. Ndërkohë që përveç kësaj recete ju tham pak më herët që do të përgatisim edhe një byrek me qumësh shumë të shishëm edhe që mund të jetë i përshtatshëm pra për drekat tuaja të ndryshme, po pse jo edhe për drekën e së dielës që do të jetë një festë edhe do të kalojmë më shumë kohë në kuzhinë. Po. Shtuam edhe quinoan. Tani një përzierje me orizi. Që më përpara kemi shtuar gjalp edhe vaj edhe krip. Tani këtu kam edhe ujë që kemi të matur. Nëse do të kemi 2 filxhan e gjysmë, do të kemi 5 filxhan ujë. Okej. Ky është raporti pra që duhet të respektojmë. Okej. E trazojmë një herë, fillimisht trazohet dhe më mbrapa pastaj shtojmë dhe pjesën tjetër të ujit. Tani s'ka nevojë më të trazohet.
Ta heqim edhe këtë. I vendosim një kapak edhe do t'i kthehemi byrekut, kështu? Me njëherë byrekut që Me ta arrim njëherë dhe kohën byrekut. që të na bëhet Okej, gati. Tani shumë mirë. fillimisht fillon domethënë sa të marrë këtë valën e madhe dhe e uli në temperaturë mesatare që të na bëhet avash. Okej. Ndërkohë marrim edhe këtë gjalpin këtu se do të na duhet për të bërë atë salsën që thamë. Dhe ndrejmë krahët në të dyja. Patjetër. Tani këtu ka vendosur gjalpin që ka shkrir. Do të marrim fillimisht, do të bëjmë këtu tek tava, kemi vendosur një petë të njom, që faktikisht filloi të thahet dhe ajo, po s'ka U bë problem. pak gjatë që kemi, që në fillim, që kur ju tha mirëmëngjes e pat që peton e parë ne kishim vendosur në një tavë të lyer, më parë me vaj dhe më pas pjesët e tjera të petove i kemi të pjekura. Vezët O Vital janë duke u bërë gati tani, pra byreku do t'jetë me qumësht e me vezë, veza do t'i jap mundësinë që të ketë më shumë shije, të zbuz petë, të rrisë volumin, ja ku i kemi 8 kokrat e shportës, sigurisht më të i keni edhe paketime më të mbëdha, 15 kokra, që e rëndësishme është që cilësia është në çdo kokër njësoj, e rëndësishme është të zgjidhni vezën O Vital, dhe byreku me qumësht do të dilte akoma edhe më cilësor, nëse ju do të dini të zgjidhnit mielin me të cilët do të përgatisni petë. Ne e kemi edhe ju sugjerojmë çdo ditë në Vila 24, mielli Ola nga kompania Atlas, sigurisht që për këto petë kati kemi zgjedhur mielin për çdo përdorim, apo jo? Mielin për çdo përdorim dhe thanë që neve përdorëm 1 kilogram miell. Tani se sa tava jonë është e vogël, shikojmë se sa petë do na marri brenda. Okej. Po s'na mori s'ka problemi, kemi të thatë ta bëjmë diçka tjetër. Okej. Vezët i kemi bërë gati, siç e shikoni, atë që unë them gjithmonë, kur vezët janë të freskëta, edhe ushqimi jon del i mirë dhe i shijshëm. Cilësore. Ndërkohë me qenë se unë po përmendja mbështetësit tanë, doja gjithashtu që falënderimin edhe sugjerimet i vazhdoja edhe me dy të tjerë që nuk i përmenda, sigurisht që është kompania Teuta që nuk duhet të mungoj në pazaret që do të bëni këto ditë, me siguri pilafi do të jetë në qendër të tryezësuar, nëse doni të bëni gjithashtu edhe risotto apo shije të tjera të orizit, të rëndësikaj që të mbaj logon Gold nga kompania Teuta. E sigurisht që në shtëpinë tuaj në frigorifer nuk mungojnë salçiçet vudi, ne gjithashtu i kemi pjesë të përditshme të vakteve tona, si në mëngjes, ashtu në mbrëmje, apo edhe në këto vaktet e tjera që ju doni të konsumoni diçka të shpejt, të shishme e të shëndetshme, plot gëzim, siç është edhe vudi. Shtuam qumshin, shtuam vezët qumshti, do shtojmë edhe gjalpin, por më parë në fakt me që kam të shkrir, unë e shkri gjalpin faktikisht, se dua që të më nxjerrë dhe atë aromën e mirë. Kështu që tani është pak i ngrohtë, po s'ka problem, hajta hedhim brenda më mirë, që mos të rrim ta hedhim çdo kështu, do ta hedh duke trazuar, që të kemi një. Ja ka nxjerrë edhe këtë në fund gjalpi proteinën që ngelet në fund, por mbi të gjitha nxjerr aromën e mirë. E kemi gati këtë qumshtin që do të bëjmë tani shtrimin e petëve. Shumë mirë. Sa petë kemi pjekur, ka ti i ke numëruar? Me thonë të drejtën Anila, s'më vajtë në një afare, po një 10-12 janë njëherë. Filloj me njëherë për t'i bërë gati, sepse s'do të arri edhe koha. Po, shiko, si doj që t'i bëni vetë në shtëpi, nuk krahasojnë, do me thonë. Asë një gjë, çdo gjë që bëhet vetë nga duart tuaja, ju garantoj që ka shijen më të mirë. Tani, do bëjmë shtresa duke shtuar edhe qumsht e pregatitur me vezë. Këtë byreku bëhet edhe me djath, që hedhin dhe shtresa djathi brenda. Por ne do ta sillim kështu, do me thënë më tradicionale, që bëhet me qumësht. Ndërkohë në furrë kemi vendosur mish qengjit të aromatizuar me energjik, me degëza rozmarin, me një boçë hudhër, të cilën do ta tregojmë pak më vonë, sa të arrit të marrë edhe një pjekje dhe një zbutje mishi. Nëse doni ta shikoni këtë video për të parë se si është marinuar dhe si është bërë gati për të vendosur në furrë, pak minuta më vonë do duhet të klikoni në dy kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose Vila 24. Aty do ta shikoni pjesën e parë që ne kemi kryer dhe ndoshta ju e keni humbur gjatë transmetimit live. Sa të mira që na janë pjekur, edhe pse neve e thash mënyrën se si i pjekim në tavë. Brenda ndezin furrën, tek grili, edhe i kthen nga të dy anët unë faktikisht.
Dhe këtu përveç se gjalpit kam hedhur dhe pak vaj brenda tek gjalpi, që të tretet dhe sigurisht që e ka nevojë pak gjalp, më falni vaj, se gjalpi do me thënë ngrin, do të bëhet më shumë, ndërsa kur kemi edhe vajin, edhe lart në krye fare do të hedhë vaj, i pjek më mirë petët. Gjalpi i shijon, i shkrifëron, por edhe vaj është ai që e jep edhe atë ngjyrën e mirë. Ja të shikojmë tani Anila sa do të duhen. Ndoshta edhe një do duhet, po ja hedh direkt për masën që kemi neve në tavë, sepse nuk merr më tepër. Mendoj se e kemi në rregull. Pak këtu në anë. Dhe në sipërfaqe do të vendosim petën e njom, petën e papjekur. Kaloset kjo përpara, që mos dali shumë. Tjetrën do ta vëm. E kuptova. Do ta vëm kështu. E kuptova. Tani do ta bëjmë pak me vaj këtë petën që e hodhëm. Që të piqet. Ashtu. Tani do të edhim të gjithë sasinë e qumshit. Edhim brenda petës, jo jashtë. Na i ku pak, s'ka gjë. Gjatë momentit që do zje, ajo nga avujtë e saj do të shkrifërhohet. Do zbusin të gjithë petën. Do zbusin. Tani jemi në rregull me këtë, do hapim edhe petën tjetër. Fundit, kjo nuk na duhet më të largojmë. Nuk na duhet, po faleminderit. Do hapim një petë, kështu që sa më pak gjëra të kemi. Jo, do ta hap kështu me dorë faktikisht se kam atë që të hapim. Do bëjmë pak kështu edhe ja. Nuk e bëjmë me pecë fare, mund ta heqësh Anila pecin. Ta heqëm. E 46, mirë jemi. Një faqe do ta marrë edhe byreku. Mirë, neve tani. Anash. Qumësht ka boll, vezë ka plotë. Me thënë ti me sinqert, kam hedhur dhe një lugë baking powder. Hidhajni dhe juve faktikisht të qumshi dhe të veza. Tani e do në qik vaj kjo tani sipër. Edhe në furr. Për sa? Me sa? Tani në furr kjo e do faktikisht një 20-25 minutë, e do pavarësisht se ashtu. E kemi gati, do pastrojmë tryezën edhe do të vazhdojmë më mbrapa. Ky është byreku me qumësht nga mënyra ime. Tani se si e bëni juve, ndoshta mund ta merrni një ide mënyrën se si unë e bëra, juve mund të bëni dhe atë mënyrën tuaj, po provojeni dhe kështu se vërtet do të kënaqeni. Okej. Të lumshin duart. Byreku është gati, është vendosur në furr tani. Ne do ta nxjerrim në orën 10 nga furra për të parë atë sipërfaqen që do të ketë marrë pjekja, sigurisht i papjekur plotësisht, thjesht për të krijuar një ide të pamjes së tij deri diku, e sigurisht që ju duhet të respektoni atë kohën e pjekjes, siç Katerina ju a tregon, pra ne shumë shpesh këtu në studio na duhet të përgatisim edhe receta të cilat kanë nevojë për një kohë të caktuar përgatitjeje apo zjerjeje apo pjekjeje. Gjithashtu edhe mishi i qenë që kërkon një kohë të gjatë për të qëndruar në furr, por ne do të mundohemi që brenda kohës që kemi në dispozicion t'ju tregojmë deri diku edhe imazhin e tyre dhe pastaj ashtu siç ju kujtojmë vazhdimisht në Balkan Web duke klikuar pas përfundimit të emisionit ju do të gjeni edhe fotot ilustruese të gatimit tërësisht të përfunduar. Në të njëjtën kohë, aty keni edhe recetat përkatëse me të gjithë përbërësit dhe videon shoqëruese pra për ta dëgjuar edhe me fjalë shpjegimin që Kati na bën me shumë detaje çdo ditë. Kështu që kaq shumë sa ne gatuajmë këtu, me siguri ju do të keni ide për gjatë gjithë javës se çfarë të përgatisni për të gjitha vaktet, gjithashtu në mënyrë të veçantë dhe për këto mbrëmjet apo drekat festive ku do duhet të krenohemi pak më shumë dhe pse jo të mos përgatisim receta tradicionale siç ne kemi zgjedhur sot, pilafin me mishin e qengjit apo byrekun me qumët. Tani është momenti që në ekran t'i shohim të dyja recetat të cilat i kemi parë goxha herë dhe ndoshta është e nevojshme t'i rikthejmë pak. Pra tham, kemi përgatitur mish qengjit të pjekur me energjik
të cilin e kemi në furrë dhe pilaf me salcë mishi. Salca e mishit është pikërisht ai lëngu që do të lëshoj mishi gjatë pjekjes, por do ta shikoni sapo gati të rikthehet për të na treguar. Na duhet 1 kg mish qençi, 1 tufë energjik, 50 gram gjalp, krip, piper. Pra për salcën e mishit, 1 gotë verë, 1 lugë miell, 1 lugë gjalp, lëng nga pjekja e mishit. Dhe receta e byrekut me peta të pjekura, vezë e qumësh është kjo. 1 pako peta, nëse ju do ta bëni me peta të gatshme. Ne treguam se ideale do të ishte ta bënit me peta të përgatitura vetë në shtëpi e të pjekura në furrën tuaj të kuzhinës. 1.5 litër qumësht, 5 kokra vezë, 100 gram gjalp, krip, piper dhe ar moskat. Kjo është e gjithë receta e byrekut me qumësh, e pat përgatitjen e kemi në furrë. Është shumë e thjeshtë për të realizuar, kështu që bëjeni. Na doli mishi nga furra. Kemi nxjerr mishin nga furra, tani të dashura Visa, sigurisht që ky nuk është pjekur plotësisht, por do të jetë në momentin që tani ne mund t'i vendosim 1 letër kuzhine dhe ta lëm që të filloj të piqet në brëndësi të marri, domethënë atë zbutjen mishi, por megjithatë ne do të tregojmë procedurën, mënyrën se si do të veprojmë më mbrapa pasi na është pjekur plotësisht mishi, siç e shikoni, neve ujë s'kemi shtuar, por na kanë dalë lëngjet nga pjekja e mishit. Ktu tani do të hedhim 1 gotë verë. Ky do të jetë lëngu që ne do të përgatisim salcën. Do ta akullojmë tek tenxheria, ku më përpara, këtu në 1 tenxhere, ja shikoni bosh tenxhere, do të hedhim 1 lugë gjalp, se me këtë thamë ne do servirim edhe mishin edhe orizin. E vendosim këtu tani. Do t'i hedhim dhe 1 lugë miell, të marrë edhe sitën, sepse duhet ta akulloj. Pra, mishin e kemi vendosur për të pjekur fare thjeshtë në 1 tavë, ku në fundin e saj janë shtruar disa degëza rozmarin, 1 dorë energjik, 1 boçe me hudhër dhe është vendosur në furrë. Kjo është pamja e pjekjes së tij në temperaturë të lartë. Fillimisht mishit do duhet të vendoset pikërisht janë për këtë krijuar këtë koren dhe këtë skuqje nga sipër. E heqim nga tava, shtojmë verën e kuqe dhe vazhdojmë mëtej me përgatitjen e kësaj salce. Ndërkohë që me ç'po shoh dhe nga zhurma pilafi, mua më duket gati. Po fillon, domethënë në momentin që duhet të jetë gati, duhet fikur. Nëse ka krijuar ato burza, I ka krijuar ato, dalë ta shohim duhet t'i vendosim 1 pecet kuzhine. I ka krijuar. Okej, mirë, se e vazhdojon. Unë po e fik se do na ngjise. Ja. Ja, kështu. Ja, ti shohim pulzat. Ja, I ka. 1 pecet kuzhine. Edhe mund të vendosësh dhe kapakun kështu mënjanës. Ta lën, ta heq nga vatra. Jo, nuk ka nevojë. Po ma do, domethënë, sa të qetësohet edhe bëhet gati. Kërkohë këtu kemi edhe të dalë tani, se mos marrim lugë tjetër. Është mjaftueshëm 1 lugë. Do hedhim lëngjet dhe do shikojmë nëse na duhet pak, sepse do të na bëhet një salcë holl, nuk duam që të bëjmë salcë të trash, një salcë e cila me lëngjet e pjekjes së mishit do të na shijojë shumë mirë edhe mishin, por edhe orizin. Pilafin, domethënë që neve kemi përgatitur dhe madje sos, siç e pat, ne kemi shtuar edhe një produkt tjetër brenda te orizi, kemi shtuar quinoa dhe për vlerat e quinoas ju e dëgjuat shumë mirë në fillim fare se çfarë vlera ushqimore ka dhe sidomos për njerëzit që kanë problem, domethënë me diabetin, me njerëzit që kanë nevojë për glutenin, është shumë i dobishëm quinoa. Tani këtë po do ta marr. E këtë nxehtë atë. Po, nxehtë është, sa ka dalë nga furra? Ta marr me këtë. Me kujdesduar, nëse ke nevojë edhe për një pecet. Ka aty kujdesduar. Po duhet ka një anë, se nga një duhet që ta kulloj. E di, po. Faleminderit për kujdesin, Anil, po na duash. Duhet bërë edhe kështu. Ja, tani hedhim fillimisht këtë. Ai lëngu duhet jetë shumë i shishëm. Ky është që bën diferencën tani. Po, pra. Imagjino kur t'jetë pjekur plotësisht mishi. Tani neve jemi realista, aty që them gjithmonë, nuk është se neve themi, domethënë diçka që nuk është e saktë në kuzhinë. Thamë që kemi pjekur fillimisht dhe është momenti që duhet vendosim atë letrën e kuzhinës. Kërkohë, tani këtu e trazojmë sa të vi momenti që të lidhet, na bëhet një salcë e lidhur. Bëhet një salcë shumë e mirë, shumë e shishme.
ka pasur brenda gjalpin, atë shijen e mishit, të erëzave që neve përdorëm, kështu që është një salcë që jep një shije fantastike dhe do t'ju kënaq pa mas. Si për të shërbyer mishin, ashtu edhe për orizin. Kati të njëjtën gjë, ne mund ta bëjmë si jemi në kamën e kohës. Jemi edhe në 6 minuta kohë. Doja të pyesja, nëse preferojmë të gatuajmë mish viçi për shembull, mund ta bëjmë një soj? E njëjta gjë. Okej. E njëjta Po gjë. pra, se ndoshta mund të kemë mish viçi programuar zonja Salsa është e njëjta gjë për të përgatitur dhe për mishin e viçit. Tani për punën e verës mund të përdorni edhe rozë, edhe të bardhë, edhe të kuqe, nuk ka problem, nuk na prish punë. Okej. Çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi faktikisht se nuk është se do dini që të merrni një verë, por që dijeni sepse vera i jep shumë shije në momentin që e hidhni kur e nxirrni nga fura, sepse duhet të bëj domethënë të reduktimin vera kur e hedh brenda, domethënë të iki ajo, të avulloj alkooli për të mbajtur shijen e verës. Prandaj hidhet direkt sa tava del nga fura. Na kuptoj. Po fillon po trashet besoj. Po se thash mos mu fik se e kam çik si kshu, fiken këto. Do ta trazosh Anila që unë të nxjerr pilafin ta bëjmë gati se mos na ikën dhe koha dhe sa arrim pastaj. Po, më mirë që mos nxitojmë pastaj. Ç'është e vërtetë, neve jemi mësuar me këtë mënyrën tradicionale. Ne nuk ka ngjerë kjo në shtëpia tona. Unë po mendoja që sikur nuk jemi mësuar të gatuajmë kaq qetë kështu me kohë. Duhet gatuajmë në presion sekondash. Kështu që sot e pas kemi kohën për fat ti tregojmë të gjitha mirë. Ndodh që kemi edhe ndonjëherë fat. Kjo salsa ka aromë shumë të mirë. Unë që jam të tani dhe po e ndjej. Aman, edhe pse me kynoa, do me thënë shiko se sa i mirë. Pilafin a u bë shumë i mirë. Neve tani, juve s'kemi mundësi që a japim kështu nga ekrani. Ajo që bëj mirë është me siguri që ju a hapim oreksin, kur shikoni këto pjata tona kështu me avuj. Sigurisht që do të qëndroj, do me thënë të i shkrifët, i mirë, i shumë shpejt e pregatitëm. Pritale këtu tani se më dojgji. Ne, po, është i nëzet, se po... Kjo salsa ka filluar të nxjerrë këto bulzat e votë. Po, filloj të nxjerrë i bulzat edhe u lidhë Anila, nuk ka nevoj që ta lë më tepër. Mendoj se u lidhë. Mirë duket. Po e mbaj dhe pak sekonda. Ta largoj të kjo tjetër? E hedhim të gjithin e këto s'ka. Mendoj se është okej. Si pas këshillave të katit, salca u lidh. U lidhë? U lidh. Në redhë. Ja, i lëshoj dhe bulzat, kështu që besoj jam në rregull me shpjegimet. Ta heqim tani nga vatra. Nuk na duhet më soba? Jo, mund ta fikin. Byreku, mos na digjet byreku kati. Nxirret pak në ta kemi me ngjyrë të mirë. Se për të pjekur ç'është e vërteta, nuk e kemi të pjekur, por... Ne do ta lëm prap, do ta fusim prap në furrë. Më diskutoj. Ju e dini tani jeni mësuar me ne, po... Ja, kështu, gati. Urdo, vendos. Të dyja në të njëjtën kohë. Opa. Shiko kokë sa gjëra të mira kemi bërë. O, sa bukur ngjan ka kështu. Ndryshe. Nuk e di sa... Fokusoja Ani të shikoj kokën e kryuas. Nuk mendoj se duket mirë nga ekranin, por në pilaf duken këto kokryzat e vogla të kinoas që japin edhe bukuri pjatës, shije po e po pastaj. Tani, si do ta përdorim neve këtë salcë? Ja tani do ta themi. Duken ja këto kokryzat e verdha, po, u dukur kanë. Tani do të themi si do të përdojmë salcën. Ja është momenti i salcës. Kam fikur. Në rregull. Shiko, kjo është salca ta më duhet. Mirë, shumë. Aha. Ja ta shikoj tani. Kjo është salca, do me thënë. Plot shije, aromë. Kjo është që do bëj diferencën tani. Shumë bukur.
provojeni këtë pilafin kështu sot? Dhe mbushni edhe një salcier, përveç se sa do hidhni këtu tek pjesa e tavës. Me këtë salcën për mishin. Dhe se cili hedh vetë aq sa do. Tani, pjesën tjetër e hedhim edhe tek mishi. Por, mendoni kur mishi është i pjekur plotësisht, Pa. Ja, se këtu e shikon si na... Ne nuk e kemi të pjekur plotësisht, po e tregojmë dhe jemi të sinqert, nuk kemi që të bëjmë kaq kohë kemi, por në fund do ta bëni kështu. Pra, pasi keni dhënë pjekjen, e keni futur prapë në furrë, të mbledhur me një letër alumini që të zbutet dhe nga brenda, pra është bërë pjekja tërësisht e tij, në fund do të shtoni këtë salcën e përgatitur siç e pat, duke shkrirë gjalpin, duke skuqur miellin, duke shtuar atë lëngun që lëshoi mishi edhe erëzat gjatë pjekjes, dhe e keni gati për ta shërbyer si për pilafin ashtu edhe për mishin. Duke shtuar edhe një sallatë jeshile në fund fare. Unë do doja, në fakt nuk e di se si jemi me kohë. Një 2 minutash maksimum, pse çfarë doje të bëja? Do doja, do me thënë të tregoja Anvisave për sallatën jeshile, të bëjnë një diçka tjetër. Çfarë? Uthull edhe vaj. A të bësh atë salca? Me bishtat e qepve. Me bishta qepe? Po. Se di unë pra. Ja, Po bëra sigur. S'ka gjë. Okej. Krip? Po krip? Krip, piper, bishta qepe, Krip. për t'i dhënë shije. E lezetshme kjo mënyra kështu. Tani presim me dorë, s'ka gjë. Me dorë ato do grien aty. Pjesat e bardha e hedhim brenda dhe këto. Ja, dhe piperin e kemi këtu. Edhe pak krip. Këto petët që ngelin, i hani kështu me... Nuk do na bësh një byrek tjetër? Ato, çfarë do lloj byreku mund të bëjmë? Kjo do të na duhet. Sa të mira e më bërë këto petët? Kanë shije faktikisht. Mund t'i hani dhe kështu, do me thëmë atë salcën e mishin, kështu. Tani në momentin e fundit, e bëjmë kulles dhe me të mëllësit, edhe ja hedhim sipër. Po pse, me qepë është ajo? Se ta kullosh? Me qepë është, po duhet të tretur fare, do me thonë të... Nuk na e shoh që të na shoh. Edhe të mos tretet, se qepë kemi në sallatë, nuk është se kemi në një shije që... Por, faktikisht, në kuzhinat, do me thënë, kur e do që ta jetë më moderuar, kullohet. Nuk duhet ketë asnjë copës. Okej, mirë. Ndërsa kështu në shtëpi mund ta hedhim se qepë është. Okej. Na dëgjuat? Apo dëgjuat? Tham që kur jemi në fund fare. Në gatimet gurme që themi neve. S'kemi kohë ta kullojmë, domethënë. Tani ne do ta hedhim kështu, s'ka problem, se qepë është ashtu siç kemi kaluar kohën. Por Kati nuk na bindet. Kemi kaluar kohën? Ja, kjo është salca. Shiko se sa. Sa e bukur, jeshila. Edhe e bukur, po edhe shumë e shishme. Shumë e këndshme. Shumë mirë. Dhe kemi një marinim ndryshe, pra jo me vaj u liri vetëm edhe me. Të lufshin duaret, Kati. Shisi e kemi tryezën ne plot. Faleminderit e dashur. Po thamë që do ta kushtojmë, domethënë, miqve tanë për festën e Bajramit. Ju urojmë gëzuar dhe mirë se ta prisni gëzuar. Kati, të lumshin duart. Të falenderoj që gjithmonë mendon dhe i përshtatesh edhe festave dhe momenteve të stinëve po, por edhe ditëve të shënuara, që e dim që kuzhina është në fokus, ushqimi është në fokus. Të uroj një ditë të mbar edhe nesër me të tjera gjëra të bukura e të shijshme. Patjetër, faleminderit e dashur, faleminderit e ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur, ju bëft mirë dhe gëzuar, dhe mirë se të vi festa gëzuar e Bajramit. Shkojmë tani në publicitet, do të kthehemi në këndin e të ftuarve me të ftuarit për sot.